Të nderuar zonja dhe zotëri, mirëmbrëma, do të jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama u përgjigjet gazetarëve të huaj për Zvërnecin, investimi do të realizohet dhe mjedisi nuk do të shkatërrohet. Ishulli i Sazanit nuk është në shitje. Policia e Vlorës godet një grup kriminal që trafikonte drogë, arrestohet drejtuesi dhe antarët e bandës, një prej tyre plagosi një të ri vetëm 2 ditë më parë. Një 34 vjeçar nga Tirana rezultoni zhdukur që nga 4 qershori, policia shpall në kërkim personin që dyshohet se e ka rrëmbyer dhe po e mban peng. Moza është finalistja e parë edicionit të 3 të Fermës VIP. Ajo triumfoi përballë Romirit, 3 konkurrentë të tjerë në televotim për të prekur finalen. Vjem të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Në një konferencë me gazetarë të huaj, kryeministri Rama rikonfirmoi vullnetin e qeverisë për të bërë realitet investimi në Zvërnec. Rama vuri në dukje se çështja po merr vëmendje ndërkombëtare, jo për shkak të flamingove, por për shkak të presidentit Trump. Kryeministri siguroi gjithashtu se ishulli i Sazanit nuk po shitet, por po negociohet një marrëveshje për investima. Kryeministri Edi Rama i shndron sërish vendimi se projekti i Zvërnecit do të vijojë, ndonse nuk ka ende asgjë të finalizuar. Në një konferencë me gazetarët nga vendet e Bashkimit Evropian, kreu i qeverisë zbuloi se ka parë një master plan të investitorëve të huaj, megjithatë siguroi se pritet projekti final. Kur të sjellin planet e prekshme, atëherë do të shohim. Kanë sjell një koncept që është si një master plan që kemi dhënë shumë komente, çfarë është e pranueshme, çfarë është e papranueshme dhe ky është projekti. Unë do bëj që të realizohet. Rama hodhi dyshime për jehonën e madhe ndërkombëtare të protestave në Shqipëri, duke cilësuar si një sulm të rivalëve ndaj presidentit të SBA Donald Trump, nga ato amerikan, e deri tek Irani. Arsyeja pse bota është kaq e entuziazmuar është për shkak të Trump. Nuk besoj se flamingot në Shqipëri do të kishin entuziazmuar kaq shumë nëse nuk do të ishte rasti për t'i rënë pas Trumpit. Po kjo s'ka të bëjë me Trump. Kjo ka ndodhur kur nuk dijej nëse Trump do të kthehej sërish apo do të shkonte në burg. Përballej me shumë akuza atëherë, por s'më takonte mua të merresha me këtë. Ai gjithashtu mohoi akuza se ligji për zonat e mbrojtura i ndryshuar në vitin 2024 erdhi që të mundsojë investimi i Kushner. Tani na duhet të dëgjojmë se PS, me një agjendë shumë të qartë për mjedisin, qenë kemi rreziku, na thonë se kemi ndryshuar ligjin për t'i dhënë investimin Kushnerit, që të shkatërrojë natyrën. Kemi ndryshuar ligjin në 2024 sepse ka disa kategori mbrojtje. Kategoria e parë nuk preket. Zvërneci është pesa. S'ka të bëjë me vjos nart. Ajo është e paprekshme. Nuk po preket, nuk do të preket. Ky është pesazh i mbrojtur, bazohet në standardin dhe përkufizimin e Bashkimit Evropian. Kreu i qeverisë siguroi se as ishulli i Sazanit nuk është shitur. Duhet vetëm një marrëveshje për Sazanin, nuk kemi as marrëveshjen. Pse? Sepse po negociojmë prej 2 vitesh. Pse? Sepse nuk po shesim ishullin. As ta kanë kërkuar ta bleni ishullin. Kur? Kjo është e vërteta. Edhe po të kërkonin e kur nuk na ka shkuar në mendje të shesim ishullin. Shefi ekzekutivi shpjegoi se edhe sa i përket projekteve të ardhshme, asnjë prej tyre nuk do të jetë në kundërshtim me natyrën. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi në samitin e Partive Popullore se Shqipëria ndodhet në sallën e urgjencës, duke u referuar protestave. Ai tha se qeveria duhet të gjejë sa më parë zgjidhje dhe ta çojë vendin në zgjedhje me qeveri teknike. Për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, Shqipëria ka hyrë në një krizë të thellë politike dhe institucionale. Nga Sarajeva, në konferencën e Partisë Popullore Europiane, kryedemokrati komentoi protestat për çështjen e Zvërnecit, si lëvizje që po kërcënojnë qeverinë Rama. Por sot, siç më pyesni, vendi im, Shqipëria, ndodhet në sallën e urgjencës. Është vërtet një dhomë urgjence, po përballet me protesta që nuk janë parë më parë. Dhe mënyra si kryeministri po i trajton është shumë cinike, madje më shumë se cinike. Sipas Berishës, duhet gjetur një zgjidhje për këtë situatë, e cila mund të përkeqësohet. Vendi im ka nevojë për një zgjidhje paqësore dhe civile, duke shmangur një përplasje të mundshme që mund ta kthejë vendin shumë vite pas, ose një regres të rënd. Lëvizja është e pandalshme. Ju them këtë, nuk është vetëm një lëvizje partisime, por është e pandalshme. Është me rëndësi themelore që kjo të merret seriozisht dhe të gjendet një zgjidhje paqësore, me një qeveri kujdestare që ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Këto janë edhe kërkesat kryesore të tyre, përfshirë edhe dorëheqjen e kryeministrit. Kryetari i Partisë Demokratike u shpreh se qeveria nuk mund të vijojë të injorojë protestuesit.
Edhe këtë të martë në orën 18 përfaqësues të shoqërisë civile, aktivistë dhe qytetarë u mblodhën në sheshin Skënderbej në ditën e 10 të protestës kundër investimit në Zvërnec, por edhe kundër qeverisë. Pas marshimit ata u vendosën përpara kryeministrisë, ku vijuan të kërkonin ndorheqjen e qeverisë me thirrje të tilla si Shqipëria është e shqiptarëve dhe Rama në burg, Berisha në burg. Pritet që pas fjalimeve dhe thirrjeve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, protestuesit të nisjen marshimin në rrugët e kryeqytetit, siç është vepruar dhe në protestat e kaluara. Paralelisht, protestat ngjashme po zhvillohen dhe në disa qytete të tjera të vendit, përfshirë Korçën dhe Vlorën. Protesta janë zhvilluar edhe në Shkodër, Durrës, Pogradec, por edhe jashtë vendit në vendet ku jetojnë shqiptar. Numri 2 i qeverisë Albana Koçiu thot se Shqipëria është në momentin historik sa i takon rrugëtimit drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Sipas saj, fondet e përfituara nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor e kanë afruar edhe më shumë vendin me standardet e Unionit. Shqipëria do të shfrytëzojë të gjithë mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian deri në vitin 2030. Ky ishte mesazhi që përcolli zëvendëskryeministri Albana Koçiu gjatë një takimi me përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe të Bashkimit Evropian për planin e rritjes. Nga ana jonë jemi plotësisht të angazhuar për të shfrytëzuar në maksimum këtë dritare unike dhe historike mundësish. Është e vetkuptueshme që integrimi evropian nuk është thjesht një prioritet mes shumë të tjerëve. Ai është projekti kombëtar qendror i këtij brezi. Për herë të parë në histori, falë reformave të ndërmarra, kemi përpara një kalendar të qartë politik. Mbylljen e negociatave teknike deri në vitin 2027 dhe anëtarësimin e plot deri në vitin 2030. Numri 2 i qeverisë foli dhe për planin e rritjes, të cilin e cilësoi si një instrument që ka ndihmuar në përshpejtimin e negociatave me BE-n. Plani i rritjes është ndërruar gjithashtu në një shumë fishues force për procesin e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, duke përshpejtuar për afrimin thelbësor në fusha që lidhen drejt për drejt me procesin e shqyrtimit dhe grupimit të kapitujve, sipas metodologjisë së re të orientuar drejt rritjes. Nga ana tjetër, drejtoresha Saspak theksoi se deri më tani janë përmbushur një pjesë e reformave përmes të cilave Shqipëria ka përthithur rreth 212 milionë euro nga plani i rritjes. Komisioni Evropian konfirmoi 21 nga 41 hapat, duke vendosur Shqipërinë në krye të vendeve të Ballkanit Perëndimor për zbatim. Nga i cikël nxorën mësime të rëndësishme, forcua mekanizmin kombëtar të verifikimit paraprak dhe në janar 2026 dorëzuam një paketë të dytë për periudhën e raportimit të dhjetorit 2025. Komisioni konfirmoi 12 nga 21 hapat e raportuar dhe disbursoi edhe 49 milionë euro të tjera. Në total, fondet e zhbllokuara për Shqipërinë arrin në mbi 212.8 milionë euro, më shumë se çdo vend tjetër në Ballkanin Perëndimor. Shqipëria pritet që të përfitojë në total rreth 922 milionë euro nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, ku një pjesë do të jenë grante, ndërsa pjesa tjetër kredi me kushte të favorshme. 34 vjeçari Eglant Koçi zhdukur që prej datës 4 qershor po kërkohet nga policia e Tiranës. Ai dyshohet të jetë rrëmbyer nga 41 vjeçari Armand Shakaj, i cili është shpallur në kërkim. Ndërkohë në pranga ka rënë edhe Enea Zyferi, 25 vjeç. Ky i fundit punonte si kamarier në lokalin e Pengmarsit dhe dyshohet se ka ndihmuar në rrëmbim. Deri më tani bëhet e ditur se është gjetur motori i 34 vjeçarit, ndërsa vetë ai besohet të jetë transportuar me makinë në një vend ende të panjohur. Policia arriti ta zbulojë këtë automjet, por jo pengun dhe rrëmbyesin e tij. Policia e Vlorës ka goditur një grup kriminal me aktivitet në fushën e trafikut të drogës dhe krimeve kundër personit. Drejtuesi i rjetit dhe antarët janë arrestuar fal ndërhyrjes në një lokal në zonën e Vranishtit. Mes të prangosurve është edhe autori i plagosjes së 27 vjeçarit 2 ditë më parë në Lagjën Çole. Një grup kriminal me rrezikshmëri të lartë shoqërore është goditur nga policia e Vlorës, ndërsa janë arrestuar drejtuesi dhe antarët. Grupi që vepronte në Vlorë Fier është goditur mbrëmjen e së hënës në fshatin Vranisht, ku siç duket nga pamjet, policia rrethon lokalin ku ndodheshin 6 antar të grupit dhe i arreston në flagrancë.
Mes të arrestuarve është edhe Turi Aligjoni, 55 vjeç, autori i plagosjes me armë zjarri të 27 vjeçarit Kevi Lazaj, ngjarje ndodhur 2 ditë më parë në Çole të Vlorës. Ilir Dula, ose Aleksandr Dula, ka rënë në pranga po ashtu, teksa rezultoni shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Italia, pasi gjykata e apelit Lecce në 2024 në ka dënuar me 6 vjet e 8 muaj burgim për veprat penale, trafikimi lëndëve narkotike dhe pjesëmarrja në organizat kriminale, me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Grupi ushtronte aktivitet kriminal në fushën e krimeve kundër personit dhe në fushën e narkotikëve. Gjatë operacionit u sekuestruan 4 armë zjarri, pistoleta të markave Glock, Sig Sauer dhe Canik, municion luftarak, 7 celular, 1.850 euro dhe 3 automjete, 2 prej tyre me targa të huaja dhe njëri prej tyre i blinduar. Nga hetimet rezultoi se njëri nga automjetet e sekuestruara, tip BMW X5, ishte përdorur nga Turi Aligjoni për t'u larguar nga vendi i ngjarjes pas plagosjes së 2 ditëve më parë. Policia është ende në kërkim të Sadik Llanit, i cili një ditë më parë vrau 27 vjeçarin Ardian Baloshi në Paskuqan. Makina e tij është gjetur e braktisur në liçenin e Bovillës, ndërsa autori besohet se fshihet në zonën mes Tiranës dhe Krujës. Kjo është makina e Sadik Llanit, autori vrasjes së 27 vjeçarit Ardian Baloshi, ngjarje e shënuar mesditën e së hënës në Paskuqan të Kamzës. 39 vjeçari me njëherë pas krimit është larguar me mjetin e tij tip Benz, të cilin e ka braktisur në zonën e Bovillës dhe me pas dyshohet se është larguar në këmbë. Policia e Tiranës është ende në ndjekjet e Sadik Llanit, ku për kapjen e tij është angazhuar dhe Renea, për shkak se autori është i armatosur dhe i rrezikshëm. Brenda automjetit të braktisur blut nuk kanë gjetur sende të jashtëligjshme. Ndërkohë policia ka kryer deri tani kontrolle në më shumë se 15 objekte në Paskuqan, Bovillë, Kruje të tjerë, por nuk kanë rënë ende në gjurmët autorit. Për zbardhjen e ngjarjes policia ka marrë në pyetje edhe 8 persona, por nuk kanë dhënë detaje për grupin hetimor, ndërsa motivi i vrasjes ka ndryshuar për policinë, pasi dyshohet se prishja pazareve për drogën mund të jetë shkaku i ekzekutimit. Sadik Llani dhe Ardian Baloshi përpara 2 vitesh ishin konfliktuar me njëri tjetrin, me pas ishin pajtuar, por me sa duket kanë patur sërish sherrë mes tyre. Sadik Llani figuron i arrestuar së bashku me disa familjarët e tij për drogë, me precedent ishte edhe viktima për krime të lehta. Baloshi në momentin që rapre sulmit me armë ku dhe gjeti vdekjen, ishte në shoqërinë e një personi tjetër. Ky i fundit është larguar me vrap, ndërkohë autori duket se ka qelluar dhe në drejtim të tij, por plumbat fatmirësisht nuk e kanë prekur. Gjykata e posaçme shpalli këtë të martë vendimin për Kristi Bixhekun dhe Artan Tafanin, ish antar të grupit kriminal të Laert Haxhiut. 2 të pandehurit u gjykuan me procedurë të shkurtuar për shkatrim të pronës me eksploziv, sigurim të kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje dhe grupi strukturuar kriminal. Gjykata dënoi me 3 vite, 6 muaj burg Kristi Bixhekun, edhe pse prokuroria kishte kërkuar 8 vite burg, ndërsa Artan Tafani u dënua me 7 vite burgim, por nga gjykimi i shkurtuar dhe si bashkëpunëtor i drejtësisë, ai do të vuajë përfundimisht 2 vite e 4 muaj në qeli. Këtë të martë, maturantët ju nënshtruan testimit në gjuhën shqipe dhe letërsi. Pak momente pas fillimit të provimit, teza u shpërnda në rrjetet sociale nga një nxënës nga Kruja, i cili u përjashtua. Mbi 26.600 maturantë nënshtruan sot testimin të dytë të maturës shtetërore, atij të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Testimi nisi në orën 10 dhe përfundoi në 12:30. Për një pjesë të maturantëve, ky test u konsiderua mjaft i vështirë për shkak të natyrës subjektive të pyetjeve, veçanërisht në pjesën e letërsisë. Vështira besoj që letërsia do ishte më vështirë, por koha ishte mjaftueshme, pyetjet ishin nivel mesatar, nuk ishte në vështirësi marramëndse. Por shumë ishte ky i gjuhës dhe letërsisë, pasi duke qenë se vepra nuk e dim kush bin dhe ishin diku të 17 vepra, por që ka edhe disa që konsiderojnë matematikën. Personalisht do thoja ky i gjuhës dhe letërsisë. Të penalizon shumë në mënyrën se si ti e ke përcaktuar ndoshta një pyetje caktuar, ndoshta korrigjuesi e përcakton komplet ndryshe nga ty, edhe të ulen pikët. Unë me javë me radhë kam thënë inshallah bjen Prometeu dhe ai mra. Kështu që kisha shumë fatë, ndolla më duket, por që nuk ishte shumë i vështirë, domethënë. Mund të them që jemi lodhur dhe stresuar më shumë se ç'duhet. Por ishte i nivelit mesatar, kishte edhe ca pyetje të vështira, mos gënjej, por që ishte një eksperiencë që shkoi mirë. Në ndryshim nga provimi i parë, teza e gjuhës shqipe dhe letërsisë qarkulloi në rrjetet sociale rreth gjysmë ore pas nisjes së procesit.
Lidhur me publikimin e tezës, Ministria e Arsimit bëri të ditur se është identifikuar qendra e provimit në qarkun e Kukësit, nga ku është shpërndar. Maturanti që publikoi tezën u përjashtua menjëherë nga provimi. Pavarësisht këtij incidenti, maturantët e vlerësuan procesin e maturës shtetërore si të rregull dhe të mirë organizuar. Besoj që ishte në rregull, pak a shumë i njëjtë me procesin e gjuhës angleze, nuk patëm asnjë problematik. Mund të them që ka qenë provimi më i qetë që është bërë, do më thënë gjithë secili ka qenë habitatin e vetë për të bërë provimi, për të mbaruar, për dalë sa më mirë. Komplet qetësi, nuk na lënë të komunikojmë gjithë në punën e vetë, po. Provimi u zhvillua në 144 qendra testimi të ngritura në shkolla në të gjithë vendin, me angazhimin e rreth 2000 mësuesve administrator. Procesi maturës shtetërore do të vijojë më 16 qershor me provimin e matematikës dhe do të përmbyllet më 23 qershor me testin e lëndës me zgjedhja. Artisti i njohur italian Mario Venuti dhuroi një mbrëmje plot emocione për publikun vlonjat e jo vetëm. Në ambientet e Marina Aurikuma interpretoi këngët më të bukura e po ashtu edhe hitet të tjera të muzikës italiane. Një natë e veçantë në Marina Aurikuma u shndrua në një festë të muzikës italiane me koncertin e kantautorit të njohur Mario Venuti, i cili elektrizoi publikun vlonjat duke interpretuar disa prej këngëve të tij më të njohura si dhe kryeveprat të muzikës italiane. Me një karrierë të konsoliduar në skenën muzikore italiane dhe me pjesëmarrje të shumta në festivalin e Sanremos, Venuti solli për publikun një repertor që ndërthur traditën muzikore italiane me tingujt bashkohor mesdhetar. Aktiviteti u organizua nga Konsullata e Përgjithshme e Italisë në Vlorë në kuadër të kremtimeve për 80 vjetorin e Republikës Italiane dhe edicionin e 5 të Javës së Kulturës Italiane në Shqipëri. Përmes kësaj nisme, institucionet italiane synojnë të afrojnë më tej publikun shqiptar me kulturën italiane, duke kthyer artin në një urë komunikimi dhe bashkëpunimi mes dy vendeve fqinje. Koncerti u zhvillua në ambientet e Marina Aurikuma, një investim i Concord Group, partnere e Konsullatës Italiane në organizimin e aktiviteteve kulturore, që synojnë promovimin e shkëmbimeve artistike dhe forcimin e lidhjeve mes Shqipërisë dhe Italisë. Moza u shpall finalistja e parë e edicionit të tretë të Fermës së VIP-ave pasi triumfoi me votën e publikut përballë Romirit, ndërkohë 3 konkurrent, prej të cilëve do të dalë finalisti i dytë, u përzgjodhën nga kafshët. Eliminuara e mbrëmjes së të hënës ishte modelja Klevisa Gega. Vetëm një javë përpara finales së madhe të 15 qershorit, Ferma VIP 3 ka hyrë zyrtarisht në fazën më vendimtare të garës. Nata e 22 në ekranin e Vision Plus solli emocione të forta, surpriza prekse, debate dhe vendime që ndryshuan rrjedhën e lojës. Momenti më i rëndësishëm i mbrëmjes ishte shpallja e finalistës së parë. Në përballjen e shumë pritur me Romirin, publiku vendosi të besojë një vend në finalen e madhe, poetes Mimoza Ahmeti. Mes emocionesh, Moza falenderoi publikun për mbështetjen, duke siguruar e para biletën drejt natës finale. Faleminderit shumë publiku, faleminderit. Ndërkohë gara u bë edhe më e fortë me eliminimin e radhës. Modelja Klevisa Gega u detyrua të lërë përfundimisht Fermën pasi humbi televotimin që pasoi sfida e mbrëmjes. Kështu rrugëtimi i saj përfundoi vetëm pak ditë përpara fundit të garës. Klevisa. Por ajo që e bëri këtë spektakël më të veçantë ishte mënyra e pazakonte e përzgjedhjes së kandidatëve për finalistin e dytë. Për herë të parë në historinë e një formati televiziv, ishin pikërisht kafshët e Fermës që morën në dorë fatin e fermerëve. Dy dele të drejtuara drejt tasave ku ndodheshin fotografitë e fermerëve përcaktuan emra që do të shkonin në televotim. Pas një momenti sa interesant, aq edhe të paparashikueshëm, në televotim përfunduan Visi, DJ Bujaka dhe Iliri. Bujaka, Visi dhe Iliri, të tre. Tashmë publiku do të vendosë se cili prej tyre do të bëhet finalisti i dytë i këtij edicioni.
si do ishte ferma nëse gjithë ne do silleshim si ty. Në fermë nuk munguan as tensionet. Një tjetër përplasje mes Ilirit dhe Visit tregoi se nervat janë në kufit e tyre, ndërsa afrimi i finales po bën raportet mes fermerëve gjithnjë më të ndërlikuara. Krahas garës, mbrëmja solli edhe momente prekse. Sara Karaj u surprizua nga gjyshërit e saj, të cilët ndan kujtime, këshilla dhe emocione me mbesën e tyre. Emocione përjetoi edhe Visi, i cili festoi 49 vjetorin e lindjes brenda fermës. Përveç urimeve nga fermerët, ai mori edhe një mesazh surprizë nga mësuesja e klasës së parë, duke i rikthyer kujtime të veçanta nga fëmijëria dhe rrugëtimi i tij i jetës. Me një finaliste tashmë të konfirmuar, një tjetër që pritet të zgjidhet nga publiku dhe me tensione që rriten nga dita në ditë, Ferma VIP 3 hyri në javën vendimtare të këtij edicioni. Unë ju pus fort dhe ju uroj kaloni bukur këtë ditë. Natën e mirë të gjithëve. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.